58% e njerëzve që sot janë mbrapa hekurave janë të paraburgosur. Imagjinoni sa të pafajshëm ka aty ndërta. Sigur dhe një prej tyre të jetë i pafajshëm, ky është i problem. Por besoj që probabiliteti është shumë më i lartë se kaq. Futen në paraburgim dhe harrohen brenda. Kjo nuk është diçka me cilën ne mund të pajtohemi dhe ne nuk do të pajtohemi. Një 68 rregullores për disa ndryshime në ligjin normale në veprimtarinë e një parlament. Një fuqie që ka dalë nga territori i vet. Në vëmendjen tuaj kryetari i Komisionit të Ligjeve, pra në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Mjafton t'ju sjell këtu një nga momentet që pasojnë, që ajo ministri nuk ka më kapacitet të propozoj asgjë në Këshillin e Ministrave, sepse nuk përfaqësohet nga personi i ngarkuar si përfaqësues i vullnetit kushtetues. Dhe se kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i seancës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.